head to the stairs. There you wanna go, where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, thinking this is the life. And you wake up in the morning and you head to the stairs. Where you gonna go, where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? Yes! Limpja dhe banda e Xingut. Mirë se u kthye në studio. Ka shumë njerëz që pyesin veten, ku do flej Olimpia sot? Edhe unë e pyes vetë. Se ke sigurt? Jo, se e di mirë. Po varet si shkon mas ditja. Përgjithësi sigurohem ta di, domethënë. Përgjithësi ke kontroll për ku fle. Për vendimet, ku shkoj, ç'a bëj. Mirë, jemi me miqtan të Golden Eagle. Faleminderit që na shoqëroni çdo episod të këtij sezoni. Nuk e di a dini, po Golden Eagle shpërndan 100 bursa për student për vitin akademik 2018-2019. Për studentët më të mirë. Gëzuar. Mirë, tani do vi një katërshe fantastike. Nuk janë superheronj, por janë super personazhe. Është njëri më i mirë se tjetri ti hash, domethënë një nga një. Çfarë fjalësh? Zonë zotrinj, mirë prisni disa miq të vjetër dhe të rinj, nga ata që po do ta kuptoni pse kam të shpërthime. Tani do të vi Sabiani, Kesi, Marseli dhe Seldi! Na falë një sekundë. Tek parë se të tull aty. Do i bëjmë fix prova tash apo lëmë ne gjë për kur jemi live? E shef që ka një veshje që nuk shkon me ty? Po më valla se prova jena. S'është prova më burr, është xhirimi sot. Nuk po tallem. Majtë marrim shtëpi. Ky është plolla fare. Po nuk po tallem më, si hajtë marrim shtëpi. Gjithë janë prova. Po plak ka është publiku, orkestra. Po rregull për prova gjenerale me publik, me Po jo, orkestër. po është rekord, dhe shef që ndizën dritat e kuqe dhe këta kanë ardhur të veshur për shfaqje. O sa bajera prova live valla, sa çmena tash. Korrekcia jote si gjithmonë 0. O zoti, ma të ngatru provat generale me... Po pra se provat i bëm dje. Qa të bëjmë atë? Shiko, unë them që u mor vesh, pse ka ardhur kështu, ullu aty dhe bëj sikur je vesh bukur. Bëj sikur je vesh për shfaqje. Hey, ja ku janë miq tan që katër fantastikët, do t'ju qerasim një herë se ne i shpërndajmë vetë qerasjet. Nuk kemi kështu njerëz që na i sjellin. S'ka që s'ka na i sjellin. Shpërndaja grupit Sabi. Patjetër. Mirë se erdhët në studion time, dukeni shumë bukur. Faleminderit. Sabiani, Kesi, Seldi dhe Marseli. Na u bëj qik... Na ngatruj qik situata tashi në fillim me këtë Seldin, po s'është arrahesh që tashi, ha? Seldi e merr me humor gjithmonë. Edhe kur shkojmë në punë, po. si? E merr me humor, me humor. Me sportivitet. Po humor jena. Edhe të shkon. Po humor jena këtu, po humor jemi këtu. Sabian, po e filloj me ty, jam shumë kurioz. Çfarë fenomeni natyror ndodhi që ju bashkoi juve të gjithë? Të përshëndes njërë ty, vllai. Po më mirë përshëndet. Të keqen. Të përshëndes dhe unë. U rrille me Sabianin, po plakesh me tjerët. Që të shkoj mendja të thosh një Sabiani është miku imi hershëm, kemi qenë atëherë, qenë vitin 2000, që punojmë bashkë. 2000. Bënim këngë atëherë. Unë kam floka i para, tullacin, mos fustanin tefta. I mbani mend to këngë? A i mbani mend çfarë këngësh? Të merë,
Okej, disa nga ju nuk ishin lind në ato kohë, po kjo do të thotë që ju kemi rrit me muzikën tonë, me artin tonë, me qeshurat, me humorin. Tani, si ka mundësi që ju të katër të bët grup? Që ka mundësi? Tashi, për Kesin... Për Kesin s'mu flasin se... është goca jote, normalisht që do jetë pjesë e grupit. Po Marcelin prapë s'mu flasim se... Po dhe Marcelin gjithashtu. Për Marcelin s'mu flasim ke 6 vjetë që bashkëpunon. 6 vjetë me Marcelin, ha? 6 vjetë. Marcel! 6 vjetë! Përshëtit dhe pak Hermani. Marcel! Urime njerë për Kesin dhe Seldin për këngën e fundit që kanë bërë. A mund të flasi, du të flasi Kesi tash, se njerëzit me zi po presin të dëgjojnë njerë si flet kjo gocë, sa e përgatitur është intelektualisht, se këshu më... Mashallah e ke gocën Sabian, mashallah, o zot shqyqyr. Tani, Kesi, kënga kush e kompozoi këngën? Ta pysim Seldin. Mos, kë ishte fjala parë që the. U regjistru fjala parë e Kesit ishte ta pysim Seldin. Ose kush ishte kompozitori? Okej, fjallën e lej kolegut. Dhe do të ne kapë shëkaju të shi? Autori është Seldi, edhe i këngës dhe i tekstit dhe i muzikës. Melodin, tekstin... Tekstin bashkë. I kena po bashkë, melodin... Mos të i shumë gjatë, Alske Drënja. Që orkestru si Alske Drënja është orkestru si, kështu që... Okej. Mos me fut më Mos me thellë. fut gjatë gjonave. Atëhere, ju i rrini 24 orë bashk, po thujse, se ju shof në për Instagram. Jo ndajmi, kur flem gjumë ndajmi gjithë. Feminin sigurisht, po le të themi që kohën kur nuk flini, rini bashk. Pjesë më të madhe jemi në punë, jemi në për koncerte, normalisht që udhëtojmë jashtë shtetit, edhe duket se kur rrim gjithmonë bashkë. E kuptova. Kesi, a është e çuditshme ti jesh në grup me babin? Është pak. Është i qik. Është i qik. Nuk... Ne kam kështu si shok tani. Do është dash pak e cikletshme për korekcim për këto, sepse Kesi është e vogël, edhe unë jam pak kërkus. Po. E çuditshme s'besoj se? Edhe duhet me pas kujdes me babin tash se si tu Edhe babin. çfarë pozishim aty? Si isha me vënes. S'ka problem. Po, edhe Ne s'rim pa punë. Futëm një 3 paketa. Ka reklama për tot. Ti Sabian si sillesh përveç Kesit që e ke si ta kesh gocën tënde. Me këta tjerët, i ke si fëmijët e tu? Për shembull, se duket sikur je babai i grupit. Babai tim të moshës apo Po pra, kështu si që hajde këtu, bëj kështu, bëj ashtu, ti me drejton. moshë jam më i madh, po statusin në muzikë kemi të barabartë. Ashtu, ha? Kështu Sa që- i madh, si është shumë modest, super. Tani, unë kam i përgatitur një situatë, për shembull, si do reagonte Sabiani në disa situata të ndryshme, në qoftë se, për shembull, shikon e para që si do reagosh ti nëse Marceli dhe Seldi zihen me grushta. Po shumë e thjeshtë. Hë. Shpejt çuna se po na vjedhin bakshishin. Dorëzohen direkt për bakshish. Direkt me vrap. Është normale? Gjithë ato lekë. Si do reagosh ti nëse Kesi vonohet një ditë në shtëpi? Në shtëpi. Bëj sikur se çaj kokën, sikur jam në... Edhe fillon, ha ba, ku je? Ha, do vonohesh e shumë? Ja dhe një orë, babo. E mirë të keqen, babi, kalon të 2 orë. Ha, babo, ku je? Ja, babo, se tash do vem, do ham buk, do ham mëngjes. Ora 5:30 mëngjes. Po ku je, baba, koma? E mirë, prapë unë si. Hajde, ora 6. Po ku je, boj? Si reagon ti Sabian nëse i gjen të 3 duke pirë alkool? Jo, nuk është që ti digje 7 duke pirë alkool, kurse Kesi se ka për natyrë. E kishe për ty se mos. E kishte për mua. Unë jam i alkoolit. E letësoj pak që është dhe ky tjetër. Si reagon nëse Kesi ti shpëton një fjalë pisët?
Atëherë do them një fjalë akoma më të pisët, që ta kaloj që Ta mos ta vë siklet. Mos ta lë më siklet. E kuptova. Si reagon ti nëse këta të tre organizojnë në shtëpi me shoqërinë një party, sepse mendojnë që ti je jashtë Tiranës, por ndërkohë ti vjen më përpara në shtëpi. Po, thjesht. Ikën mace nga shtëpia, mi të bëj fest. Jo më do thotë se s'më the. Po varet. Si reagon Sabian nëse i dëgjon këta të tre duke sharë këngët e tua? Një sharë që më shanë mua. Ishin situata në Sabianit. E bukur, super bukur. Okej, unë kam një histori që du ta ndaj me ju, jam shkritu qesh, kur kam pa juve të Arjan Çani, Marcelin dhe Sabianin të Arjan Çani, ka qenë super situatë. I thot, a Marceli kishe shumë kështu emocione, më duket, se qa kishe dhe atë ditë? Po, kisha i qikë emocione, si që i. Ishe mirë? Jo, po të kishte pires, do kishte emocione, po ishte ecur. I thot Arjani, i thot Marcelit, Mariani. Se na u lëm bëm shtashi. I thot Arjani Marcelit, e pyti, ti tha, si ishte pytja se e harrova? Marcel tha, po të bëj një pyetje, tha, sa koncerte keni një javë? Edhe unë isha përgatitur, se s'dija që të thëtë. Si ishte pytja? Sa koncerte keni në javë? Sa koncerte keni një javë ishte pytja Arjani dhe drejtohet Marcelit. Fillon, Edhe unë Sabianin e kam vlla të madh. Unë Sabianin e kam vlla të madh. Tani, Silvi, kam i pyetje, tash që e futi në grup. Të respektojnë apo majnë kështu si qërë? Qërë me ble cigare? Shiko, përgjigju shkurt me këtë pytje. Jetë më pareqikun nga robat në duke, dhe? Po më pareqikun nga robat. Po pra nga robat. Po, si ndani lekët, për shumë kërë shkonin koncertet? T'japin më pak nga gjithë ty? Mu? O sa është menu. është menu shumë. Seldi s'bën kur pazarë, mi lëmo çdo gjë ndodh. Nuk bën pazar. Kështu që çdo gjë e komandon Sabiani, ata e marrin lekët cink për cink. Si që marrin gjithë. Edhe shumë mirë. Ta cekit buzën, Seldi. Ceki. Se ta shi, atë thash. Ta përgëzoj buzën. Tani, klasë mi qikë gjëra serioze, Seld, kam pa komentet në për Facebook e Instagram e këshu, u futa dhe ke faqja jote, dhe njerëzit janë gjithë vazhdojnë t'jenë çuditshëm, sidomos shqiptarët, që nuk bëjnë asgjë tjetër përveç se të merren me punët e tjetrit. Dhe deja të sqaroj një gjë shumë të vogël, nëse ty nuk të vjen keq, nëse të vjen keq, s'ka problem. Akoma nuk po e përtypin njerëzit ndarjen tënde me mozën, me mimozën. Po t'ishim, faktikisht me mimoza Shkodrën. Po t'ishim me xhirim do thoshe prite këtë, se s'desha me përmend. Po me që jena live, du me thënë që me këto komentat të vlla edhe pak do më futën njerëzit në krevatë. Ma ka shpith më. E di thjesht. Po kishte shumë njerëz që thoshin, i poshtër, pse undave nga mimoza, ajo është shumë gocë e mirë. Ure, këto janë dugje, po ka dhe mesazhe që janë private, më. Jore, të bëjnë ty fajtor, se... Po më shkujti njoni, po jo më janë me qindra mesazhe të ashi, do futem o dhe shof në njërë, që të bëjnë? Pash njoni më kështë komentu, si e si kalon? Veta, i pyte përgjigje e në fillim, ako? Si e si kalon mirë, vetë. Mirë. Edhe... Si ka mundë si jo la e kalon gjithat gocë, të më po moral muaj. Po. Si e kalon gjithat gocë, ta e gocë e edukuar, gocë e mire, gocë e... Se unë nuk e di janë faktisht e gocë e mire. Do në tregon të aji. Si unë dave nuk të vjen turë, po i poshtër, filloj tu e zjatë, filloj tu e thonë në ronë që në fare, pastaj, me të shajt me. Po. Thash, o të keqen vlaj, thash, mi që do ka i shumë e vetëm.
O, ma... është shumë interesante. Jo, shumë i pas ke thënë. Po ka një kufi, se besoj se edhe Mimoza nuk do donte që të përflite kaj shumë ke histori, por nuk ndalojnë shqiptarët vetëm edhe, e ti kush më e keqa, që në shumë raste bëjnë fajtore femrën, po në këtë rast kanë bo fajtor ty. Po të thashpe se kanë hymë mrenë në shpjela, ku dy që më kanë vonë kamera, nuk e di. E pas kanë pa komplet jetën time si jam. It's okay, ti tash e ke kalu këtë gjë? Kë? Po them këtë historinë, ndarjen. Unë e kom kalu me komë, pas se kanë kalu njerëzit. O plak, do kalojnë vite dhe prap nuk do e kalojnë njerëzit. Ore, do jenë gjaja, ma do jenë kështu. Nuk që ti, do jenë të lytë domino për shumë. A, ti do thonë, para 50 vite. Plak legend. Ej, Sel, po ke mendu tani që të lidhesh me dikë tjetër? Vëlla, unë nuk jom nisë në herë, unë nuk bëj plane për lidhje, më, thjesht të rasizin. Po të rapë shumë. Po tash je single, single. Single, si është 24 karatsh. Single 24 E karat. bëri reklamën, Seldi. Shumë bukur, e bone e reklam tash, njerëzit e Vajza vazhdoni. vizualizuan. Shumë mirë. Është shumë interesante edhe një moment tjetër, sepse duke qenë se tani janë mbyllur lotot në Shqipëri, dikush këtu, në këtë sallë, shkon edhe luan kazino në Itali. Ç'ke Marcel që qesh ashtu sikur pse ndihesh në faj? Pse ndihesh në faj sa i lezetshëm që je? Se të morën fare me ty. Po edhe ti e vesh për palestër, ë? Çfarë dini ti? Në bëjmë që palestër. Ti. Marcel, të janë Dolce Gabbana? Po, vlaj. Janë originale apo te veni, që shkojmë i marim? Te veni. Ato falsot që s'duken fare si falsot. Dolce Gabbana original Gucci. Gjithma për gjithë. O, pa lajme ta që Marceli vishet me Dolce Gabbana originale. Marcel, E vla. pse lun kazinoti? Që është ky shëmbull që je publikut? Kam luj, ta shes luj, mo. Autokritik. I të autokritik për Marceli nuk losë më. E që dorë nga këto. 50 euro vetë. Shkojmë kazino. Deri ke i 100 që maksimumi, ostaj. Vlaçko tha, ta fusit lali 50. Si tha të fuz vlaj 50 euro, se normal. Dishjo, dhe i 100 pas taj, pas i 100 me bet 10.000. Tërë sikletit, hajle futit, ashtë në bërja nga mrapa, këshu. Po si janë, do nësi është me ruleta, po nga ato e kuqezes? Kuqezes. E kuqezes. Ullet vlaja atje, cigarja, kështë marrë dhe një birë këtu, nga mrapa me birë në këshu. Me rria si bodyguard. Ti rrie nga mrapa ti? Lidhe parat. Kështë marrë të nesëmen. E fillon lali, 50, 60, unë i shre, hiqi. Hiqi. Fillon 100, hiqi lali. Hiqi lali. Priti dhe mu, Po priti prit. Pa, 120, hiqi. Kur filloja, pa, 80, 60, 20, e legendë, thash. E më vjen një nga mrapa. Sobjan, një shqiptar, me mjekër, si kriminell. Mamën mua ti, janë të frikshëm ta që jetojnë jashtë që janë po kriminera. të keqen, vlaj. Që janë të jashtë. Së më mbanë më të mua, tha. Nuk të mbanë më të thash. Edhe më të qafë. Qa të pishë, tha. Nuk pita që se kam birë në dorë. E mi riku ande edhe, kore, si së më mbanë më të mua dhe më shtynë dhe prapë. Të shtyte, Skletoza thash do bëjmë shërë këtu në kazino, si që nga thas as organizatorët. Kur më erdi prapë. Sabian, po aty thënë lushje filan, vënd dhe filan, nuk të mbaj më do vlaj, po fare i thash. Prapë e mirësi vlaj. Kur më erdi e në fundit të keqen vlaj, kur si s'më më mbaj më fare, ure fare i thash, fare, qa do ti? Dalë se s'ka mbaruar. Here e mirë, tha, se s'la gjemë. I ku mjekra. O, sa e fort. Të tërgoj një të fort me u takua me Ermalin brëm. Edhe të shkoj e nesin e emision kështu, të 4.
Se për të kënduar se kemi probleme, është bërë profesor. Po kur është la fjalla për të bërë pak humor, edhe ndihemi pak siklet. Ermali si pedagog atin e të kallë kështu. A duke vide si të emision. Si profesor. Si profesor. Mbarojmë takimin, ikën Ermali, thot Marceli, thot, Vaçko, qa do veshën për nesër? Ja, mire i thashë kështu. Po kështu isha veshur sotë. Po pse para kamera veshe, thashë? Zotin mo, zotë shqyqyr. Kesi, si e del ti me gjithë to hale që ke vërdal? Po, ka shumë hale shketa. Unë se janë nusja në shpi, ke përse që bëm punë, trina të shketa. Po, vuan shumë. He ku ros mishat e këtyre. Vinë këta, dalin, vinë, dalin. Po mirë, e ke një plan për 5 vjeçarin që vjen, apo do shofim qa do bëjmë? Do shofim, thëmë, zbë planë. Me modelingun, po ecën mirë? Jo, tani kam Sa të kesh ami e vend, normal që Po, mirë, po. Bravo, Kesi, fajnderit. Po, tashi, edhe pse e me babin këtu, unë do t'a bëj një pyetje. Ka një njeri në jetën tënde që... Thuje tashi? Thuje. Oja, thua! Ja si do të... Babin e ke pak komplekse, ditë, thuje. Babin. Sa, kjo ishte përgjigje. Se mos e lë çupën peqar, ore. Jo, e ka vetë ndo. Ashtu. Babi se kushtëzon për asgjë. Ashtu. Vetëm zorra gjinës doan shpi. I milionerë e lartë, dhe me thënë. A që kemi vetën, po Po, më shumë. Gjiro, se mos kujtove fitimet ti, earnings. Tani, në rrymën tuaj, unë e di që jeni shumë rahat, po jam shumë kurios dia performoni do të në rrymë atjera. Për shembull, Marcel, kur u bëre i famshëm ti, kur e qunë veten tënde që tashmë mua më njojnë? Me Aurela Gaçën. Ti këndon tallava, apo jo? Ja, më së... Po në fillim ke pas mos ma dridhash se në fillim ke pas tallava. Tallava dhe fort, tallava. Edhe Unë bimshë. kënoj tallava, s'është punë se s'kënoj, por i bëj edhe... I përzi, i bëj salat. përzi, Olivia, gjitha. do më dimosh pak në atë, a kemi mikrofonin tënd? Të e ke... Ja, një sekund. Thank you. Jepja pak mikrofonin të lutem, Marcelit. I do drogilje, lutem. Na bëj një kështu, na bëj një... Faleminderit. Na kap një... Na kapi tallava. Këto një tallava? Një tallava kështu, pa muzikë. Do me thënë e kështu a kapela. O kërë mali sëllët e ide unik në jaman Kërë mali sëllët e ide unik në E do të knëj e rëmal që shja ke ma der O do të knëj e rëmal që shja ke zalat O tune sot e ti që sot këtë vejam O tune rëmal ti që sot e këtë vejam E lubi unë Marceli Po të kënoj sot për qem E lubi unë Marceli Po të kënoj sot për qem Bravo. Ju faleminderit. Bravo. E bëm edhe këtë bekimin që bëjnë këta në për këto me shampanja. E që dishme si i bekoj njerëzit me shampanja atje, kur kënojnë tallava, fillon bekimi. Kërësi që i lakit njerëzit? I lakit me shampanja. Ti, Marcel, e këndon dot rockun? Për shumë një këngë rock. Këndon dot? Po, mund ta këndoj. Si këndon dhe rock tash i këndon? Dhe tallava dhe rock? Po dhe tallava dhe Edhe popullore dhe tallava dhe rock dhe blues?
I bëjmë gjitha nga pak. Ama, qa këngë rock mund të këndosh që të tali orkestra tash? Vetëm një pjesë duam që të vërtetojmë. Se unë... Sa i zezon? Shqip, Sa i zezon? Do mësojmë të një... Sa i zezon? Kapi qik sa i zezon? Kapi qik sa i zezon? Sa i zezon, o moj zajnano. Sa i zezon, o moj zajnano. Nuk e doj gjaun, se jam e mine. E nuk e doj gjaun, se jam e mine. Bravo Marcel, bravo! Hey! Jemi gati tani për pyetjen e Kevinës! Ish kërceu Marceli plasi Golden Eagle-it. Këndoj Marceli, në kërceu. Kërceu thashun? s'ka. Këndoi Marceli edhe plasi Golden Eagle. Vazhdoni. Atëherë, Atëherë. qoftë se do ishit në një avion dhe avioni po bie nga mbi pesha, Larë qoftë me të kishë. apo larg qoftë Larg qoftë. inshallah, për cilit do sakrifikonit? Do më thënë, këtë do hidhni t'juve. Po. Këtë Nga do hidhni që avioni shpëtoni. që shpëtoni juve. Hidhni Seldin edhe bini rahat. Ose Marcelit. Jo, Marcelit, s'jam se- dakord. Larë qoftë. Një... Pyetje vështirë të keqen vllaj. O Seldi, këtë do hidhje ti? Po qa pyetje vështirë kur je aty, vlla. Direkt avianin e! Bravo. Bëj sa kam. Faleminderit. Dali para. Fitohet. Jo, mos e bëj sa ka çfarë. Po pusha kama se në cel. Hajde flasim brapa kujtës. O Marcel, këtë do hidhje ti, ba? Fitohet Asnjë vllaj. Do hidhesh e vetë. Do i dhe piloti do e. Më mirë vetë se sa tjerët. Na vija ta thot Se Seldi. thash bëra shaka, që se do e marrim, do e mendojmë sikur është një gjë reale. Unë i pari do më këshiron të fikët, nuk ka pyetje fare aty. E do të kishin hedh ty. Jo të ishim të vdek. Maro të rënd fikët, si rënd të të bën. Okej, atëherë, s'po ju sforcoj shumë me këtë pyetje, po një përgjigje shumë e thjeshtë mund t'ishte, mendoj unë, Po? ti si njeri altruist që je, si njeri që kujdesesh për grupin, Po? thoshe rrini ju se do idhem vetë. Larë qoftë. Ku do me mba mua këta? Okej, faleminderit Kevina, faleminderit shumë. Bravo. Nga ju të katërt, flasim çik për një lloj, po themi, si ta themi këtë tash, po jo se s'është kualitet, as aftësi, po le të themi aftësi. Kush e mban zërin më gjatë? Pa, do frymën që ta mbaj kështu, për shumë. Besoj se kemi matur, po. Sabiani, ë? Mund të bëjmë ndonjë provë. Ti e mban, ë? Nuk e di. Unë me Marcelin. Një Sabiani. Shiko, a bëjmë gjë, do e bëjmë të pestë, pa mikrofon. Ashtu. Duke se do t'i bëj reklam vete se ka qenë soprano, ka paru shkollën. Tenor. Je, Amon, a e ta bëjmë i provë, pa zët lartë, vetëm shu. Të pestë. Kesi, po lozim këtu tashi. Sa ta mbash, po nuk të kushtuzon njëri këtu. Kush e mban më gjatë zërin? 1, 2, 3. Fitoj Sabiani! Bravo, Sabiani. Fair enough. Kesi, qa do bësh tani me jetën tënde? Do bësh në e këngë tjetër, apo... Po, kam bërë një këngë tani. Ke këngë? Po e ndërpres, Kesit, jesë është këtu, po doja t'i thoja ja dy të vërteta, që kur nuk ja kam thënë. Kesi është një talent shumë i rrallë, Wow. mbi të gjitha është një kompozitor e vetvetes, zakonisht meloditë e veta të këngëve i bën vet, Nice. edhe tekstet, kështu që i ka një 4 këngë të radhës që është në përfundim më sipër. Po mirë, me që po flisni juve, shoqe, neve jemi. Marcel me ty e kam. Po, Lese, po mi shoqe, neve jemi. Po,
këngët Kesi do I bëj vetëm apo me bashkëpunime? Po, fillova me Seldin. Ta bëj një me Marcelin, do I përfundoj një me Babin, dhe 4. Shumë mirë. Jo, mungon dhe një. Një dakor me Noizit, se shotërë Kesi. Po, Kesi shotërë, është e grupi OTR. Pyta dje, qa grup gjaku ke? Më thanë OTR. Jemi gati për pyetjet nga Facebooku! Pyetje nga Facebooku, pyetje nga Facebooku. Okej. Shoku Kopi thot thuj Sabianit pse nuk I ke shtri herë flokët. Kam bërë provë herë dhe ngjaja shumë keq, katastrofë. I ke shtri herë E flokët? kam shtri herë. Ka një videoklip kam bërë në Bullgari. Egoisti. Edhe shoh një koment poshtë YouTube I thoshte, pse I ke bërë flokat si dhelpër? Si bish dhelpër, domethënë. Po. Shumë janë marrë me flokët e tua në për koment. Akoma vazhdon në trendi I flokëve të tua Zoti ju që është. shtoft inatin, dëshirën, qefin. Ti ke bërë dhe këngë për flokët. Ai ka flok, unë kam flok, ai para. Po çi do flokët kur s'ke para apo ti bësh triko? Triko. Lunido Oficial thot, a ka ndonjëri nga ju plan për të bërë një bashkëpunim me Noizin? Mos bëjmë deklarata Se themi tani. parakoshme, po. Kesi në grup është kështu edhe pse po ta bëjmë një pse jo. Marcel thot Angela, për sa lek më vjen dasëm? E themi dot, e themi dot. Nuk shkojna për dasma. Nuk shkon për dasma? Jo. Po mos ja fut këtë burr. Po ka shumë këngëtar të muzikës së lehtë ose nga ata që fitojnë edhe çmime në për festivale që shkojnë për dasma. Momentalisht jemi shumë mirë, kështu që s'është nevoja. Momentalisht je vetëm kështu për evente, për koncerte. Po deshe. Rubin Furtado thot Sabianat ngatrojnë me genën? Disa herë. Shumë, Sa vite ti? Jo Sabiani dhe Kjo është e tmerrshme. Pyete pak Marcelin thot përpara se të bëj këngëtar, çfarë bënte? Zhigolo. Ushtroja. Zhigolo? Jorgo Duda ta ka bërë këtë pyetje. Jorgo Duda. Nuk mund të pyesësh një fëmijë 10 vjeç se çfarë bën. Si që 10 vjeç ka dalë, Marceli sot është 25, ka 14 vjeç që këndon. Ah, bravo Marcel. Kam 15 Kështu që aty zotërisë Allah. ishte fëmijë akoma, pinte qesh. Sabian Osja ka shkruajtur një mesazh, thot, nga që babi të pëlqente si këngëtar, ma vendosi emrin Sabian. Si të falenderoj ty dhe si të falenderoj Zotin që ti nuk e ke emrin Hajdar, thot, se do kisha dhe unë atë emër. Rildi, thot, sa I bukur do ishte Seldi po të kishte flokët e Sabianit dhe Kesi mjekrën e Marcelit. Kam bërë një gjë unë Seldo, kam heq gjithë pyetjet që ishin për Mimoza Shkodrën, lidhje me ty që lidhje me të, kështu që ti je pa pyetjet sot nga Facebooku, se I bëra delete gjithë. Dhe I fundit thot Orlindi Feka thot për kë votoni ju të katër? Për kë votoni nga këto partitë politike? Apo bëjmë se ngatrojmë me vota është e politikë, thjeshtë. Është e fshehtë. Thjesht, e fshehtë. Okej. Mirë, këto ishin pyetje nga Facebooku. Pyetje nga Facebooku, pyetje nga Facebooku. Ndjekim çfarë mendojnë njerëzit për ju të katërt dhe kthehemi me një lojë shumë të bukur në studio. Kesi, Seldi, Sabiani apo Marceli? Kush është Sabiani? Marceli, Seldi apo Kesi? Sabiani. Kesi, Sabiani. Seldi, më mirë. Seldi më mirë, Sabiani. Kush është më I bukur? Sabiani, Marceli, Kesi apo Seldi? Marceli. Marceli më I bukuri? Po. Mos do I ngeli hatri Kesit. Vëllai, të katër janë të mirë. Të katër janë të mirë ata. None, qa ka Sabiani, pse si qetë flokët? Po e ka moj për ma bukur, sa është koha tash si vojnë të gjata.
Çfarë do t'i jepni t'ju? A do t'ja rekomandonin që t'i priste flokët apo t'i zgjaste më shumë? Jo, t'i priste. T'i priste. Sipas mendimit tuaj, t'i qethi apo t'i mbaj flokët ashtu siç i ka? Si doj apo si t'i doj, si t'ke qe vetë. Si duken këngët e Sabianit? Të bukur. Po Seldi? Më pëlqej. Po Marceli? Pak a shumë. Po unë? Po. Dhe ja ku jemi në lojën me shkronja. Jemi gati për të luajtur lojën Formo fjalën. Tani, është loja shumë e thjeshtë, të 4 pjesëmarrësit i kanë syt me errësirë. Shikoni që apo jo mos gënjeni? Ja. Nuk shikoni. Atëherë, të 4 këtyre do t'ju jepen 4 gërma dhe të 4 këta duhet të bashkëpunojnë me njëri tjetrin për të identifikuar gërmën që kanë dhe për të renditur gërmat në mënyrë të tillë që nga Marceli te Sabiani të shkruhet fjala e cila është për të formuar. Është shumë e thjeshtë ta kuptoni. Japim gërmat e para. Gërmat e para, jepja. Okej. Atëherë, është një ushqim i përbërë nga brumi. Ja. Koha filloi. Çka ke Seldi? Kam i. I. Unë kam pën. Pën. Ke pën? Çka ke ti kis? I. Po ti sa? Jepja na mojen. Çka ke ti sa? Jepja. Pite. Mere. E gjetën në shpite, tani duhet ta rendisin. U bë! Okej. Shkru... Kthejni mbrapsh. Hidhi nga mbrapa. Hidhi nga mbrapa. Okej. Fjala tjetër është një enë plastike që e përdorim në ambiente të ndryshme. Po gjej njerë gërmat. A. Kese i gjeti. G. G apo C? G. K. Sabian nuk është as G as C. Çfarë është? O. Çka ke ti kis? Po që nga ndarë këtu më lali. Po ti? Kjo është V. Çka ke ti? Çka ke? Kova do të jetë normalisht. Kova, u gjetë, është kova. Ta Jepja renditë. nga Marceli. Ah! No! Koha mbaroj. Kalojmë mbrapa. Fjala tjetër është një gangster në tentativë. Një njeri me tangërlik. Përbëhet vetëm nga 3 gërma. Po, lac. A. Lac, mere. Ore punku e E gjeti. Lac. Cile cën? Na, mere. Cile cën? Po, mbaje. Njëri kishte. Lac. A shkruhet mirë? Lac. Normal. Shumë mirë. Shqyqyqesisht e loqe. Fjala tjetër është një emër femre i përdorur në librat shkollor. E gjejmë shpesh emër femre. I përdorur. Ma. Qa ke? Qa është I është kjo? Qa ke? Ma. A kam. Qa ke ti Celi? Pas kam një I. Mari. Mari. Qa ke ti? Ma. M, po ti sa? R. Mari. Mari pra. Mari. Rima. Mari. Rim. Irma. Jo! Mira. Po unë e vaza. Kame pak. Edhe një, kalojmë mbrapa. Ore, mos ishte goni e vlla dhe po na buni me ile? Okej, tani, është një njeri... Jemi gati, goca? Jepja. Është një njeri i cili punon tokën. Qa ke pap? U. B. Ore, unë pas kam një... Bujk. Nana. Kam një K, Lali. Jo. Kën. Mere Marcel bën. Hajde, avash, mos u zinë. Vajdi kesi, në marrë kjo. Vla. Gri. Pas kam një K. Bravo!
Bravo, mirë. Mund të ishte syzet? Mund të ishte syzet, loja mbaroj nga... Sa u gjetën? Nga 5? Gjetën vetëm 2? 3. 3? Nga 5-6 janë gjetë. Letë themi që jeni të suksesshëm në bashkëpunim, se kjo ishte testi. Tani, para se ta mbyllim emisionin, a mund të na këndoni një kështu nga ato shpërthimet që keni ju? Originalja! Hiti, bona. Mund të na ndihmoni që ta mbyllim me sukses të emision? Patjetër, do të kënaqësi. Patjetër. Atëherë ne po dalim. Ne që Ti ke shpiu tani? Ne nga rrethet po dalim. Ne të ardhët. Dishni Sabianin dhe Marcelin.